mos tentoni të refuzoni e para të përgjigjeni çdo lloj pyetje që mund t'ju bëhet, por mbi të gjitha edhe nëse ju kërkohet telefoni celular, ose nëse përndryshe vendosni, po nëse thonë nuk duam t'ju japim telefonin dhe kthen, çfarë ndodh? Marrin një përjashtim për 10 vite nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo thjesht nuk futen për momentin? Minimalisht marrin është nën seksionin INA 7A, personi i pa dokumentuar ose diçka e tillë, pra nuk i përbën një problem për bashkimin familjar, por shanset janë shumë të larta që nuk do arrin të marrin dot në vizë tjetër. Pra ajo vizë revokohet dhe nuk do të marrin dot në një vizë tjetër. A ka mundësi a ndërhyn dot konsullata shqiptare në raste të tilla? Nëse telefonohet nga një shtetat shqiptar që është në kufi dhe ka këtë problem me policinë amerikane. Në sepse edhe një flasim për çështje të sigurisë kombëtare dhe flasim për një çështje që në momentin që oficeri i policisë kufitare do që të shikojë celularin, ka dyshime, sepse zakonisht është kur një person ka qëndruar një kohë gjatë herën e shkuar, po themi. Ose kur një person qëndroi 3-4 muaj, 5 muaj dhe po kthehet përsëri për një kohë pas një kohë të shkurtër që ka dalë nga Shtetet e Bashkuara. Pra ka disa tregues apo nganjëherë edhe në media sociale çfarë ka postuar personi.